Su, që ka thot një person. E që kam i bo bura, ajo gazetar? Qa ka fajnë? Ajo është gazetar, ajo nuk guxon me ranë ndikimin e një kur gjohiqi, se unë nuk po e di kush ja ka komentu, por kërkoj nga aj që me ju tregu shokëve të Zahirit, me i tregu organizatës për mbrojtjen e vlerave të luftës, kush i tha pse edhe ku është qëllimi që e plasojnë në opinion. Kjo është e ronë, si pas me është shumë e ronë, sepse na nuk e kemi pas zakon, na jemi shqiptar, na jemi atentator, por nuk e kemi pas zakon, vroj natën e qaj ditën. A të ka thirë prokuroria në që e ke morë përsi për ju si grë vrosin e babojt Fatmir Shehullit? Jo, s'm ka thirë se s'ka shka më thirë. Pse? Pse qaj vy, qka i duh në prokurorisë për këtu i pi thamë, kur gjë s'kam ma tre unë për prokurorinë. Absolut nuk kam. Kur të donë, nesër, sante, nesër, para mëngjesit në gjithi përgjigj në prokurorisë lidhur me këtë rast. A kina informacion që dhe më thonë sa ka qenë Shehulli, dhe më thonë kështu e ka vizitu dhe Beogradën, a kina informati? Flitet, jo zyrtarisht, flitet se ka qenë në Beograd. Po është informati sakja? Pa. Këtë hetusia le ta verifikoj, është apo nuk digjohë në veç për të vesë kështu si... Kështu flitet. Ka shku për me prodhu dokumentacion 3 zallë një cement, që do me thonë? se di sa për këpton, ju me prodhu falco beton, thujmë na, beton falco, ka shku atje dhe ka pru, qaj ka pru Milaim Zeks, nuk e di unë, Milaimit e kujna tjetër, kujna avdem. S'kisha do është ma tepër me komentu për... Ljemi konkretisht të Nafi Qegronë, qa ki kundra Nafi Qegronë të i burë? Sa e ka pos, e ka qenë iftum, dhe me thonë, po... Jo unë që shkoj ka pos rasdike... Jo, lele, ato janë arsëtimet tina të potaj në gudzon... publikisht, në që... Jo. Që? Ja, për thiri publikisht. Ani thëre? Ta shumë pse mungon? Që? Nëse e hop që e publikisht në atë e thirë burë, po vazhdo ti, në kur ta hop? Kush e dha të drejt? Kujt? Nafiut. Me mi akuzu shok të mi të burgjeve, që janë tret. Përshëndetje Basanafi, jena live për emisionit. Janë djegne për burgje. Basanafi, apo të gjanë? Po, të dëgjojëm. Po, jam live për emisionit këshia shu Sadri jam, jena me Basincane, thashtë ta njeftojmë edhe publikisht kështu, dhe më thonë që ke pos me qenë pjesëmarrës në emision për Kira Zdekja. Më nështë lutë me ndohë këtë informacion se s'po më besuj, ne kemi këtu live në emision. Po, ashtu është, miku im edhe me shëndet nuk jam mirë, ju bën të falë edhe juve ju uroj sukses me emisionin edhe gjithat mirët. Faleminderit shumë, respekte. A ki diçka me thonë ti? Nuk kam kur gjë, ju uroj sukses. Të pëtërën sukses, bëllat. Nuk... Derisa nuk është personi prezent, nuk... Po të përshëndesmi Basanafi, respekte, na falë që të pengu. Faleminderit, edhe unë juve ju përshëndes, respekte për ju. Faleminderit. A ki diçka me thonë Nafi, ta peshe që... Unë pesha, edhe sjelljen edhe mirë sjelljen. Gjithçka... Që do me thonë, qka do me thonë kja? Por, po do me thonë, e ka bo një veprim qaq të keq, pse? Edhe qaq të ronë, që unë s'ja fali. Për shambull, për cilën? Po për shambull, duke fillun nga ishtë burgosur politik. Kush për shambull me emra? S'po du me jap emra, se e kemi ndëgju. Në Ilirid, në Kosovë, që ka dhonë emra të tyre që absolutikisht nuk kanë kontribu në aktualitetin asë situatën, por ka bo një lloj presioni që njeri ju i vetëdijshëm edhe njeri ju që sillet mirë me njerëzit pas përfundimit të E qka po do me thonë për me donë tim, për Nafijet?
Po du me thonë që ka qenë fare pa nevojshme me u marë me... A ki dyshime, a qka o burë, se na Fiçegroni ka qenë edhe i dënu me vdekje prej UDB-s. Nuk e di a e din. Une nuk e di. Shtu e ka thonë në emision të onë, sa su se Për na di. Fiçegronin kam dëgju se është njëri shumë i pamoralshëm. Kam dëgju se... Ki gabim. Mirë dhe qofsha unë gabim. Unë kam dëgju se ka qenë i akuzuar për diçka tjetër, jo për dënim me vdekje, por ato le të mbetën për një herë tjetër. Për një herë tjetër. A ke morë ti, për shembull, çka mendon ti që duhet mirë bon këtynve që kanë punu në UDB?